kur ju preket floku, se qa thonë, po s'keni dëgjuar ndonjëherë nga unë, s'keni për dëgjuar ndonjëherë, jo sharje dhe akuza, po fjali që shkojnë në drejtim të goditjes, reputacionit dhe madje edhe të presionit dhe të kërcënimit të këtyre organeve. S'keni dëgjuar. Ky është i proces i pashmangshëm, i domosdoshëm, që ka gjithë problematikat e veta dhe kaq. Qa është ky mohabet do jep drejtë? Ne morën 83 mandate në qershor, apo e keni haruar? Ha pra, çfarë dorëheqje për çfarë? Për cilën? Dorëheqje për Akshin. Dorëheqje për Akshin. Akshi është një institucion krenarie për ne, që t'jemi shumë të qartë bashkë. Krenarie, jo për të ullur kokën, po për të qenë krenar. Dhe është një institucion për të qenë krenar, sepse kemi qenë këtu ne, keni qenë dhe ju, keni qenë kaq të rritur, por s'keni qenë dhe të vegjël. Kur duhet shkoni të mbani të radha për çdo lloj letre, edhe për të marrë një certifikat gjendje civile. Dhe kur ata që kishit jashtë duhet vinin këtu, se s'kishte shans të merrni një cop letër atje jashtë, se s'kishin nga e merrni. 620 miliard lek. Që janë 620 milion euro, ka kursyer Akshi për shqiptarët, falë digitalizimit. Dhe këtë nuk e them unë. Ky është studim ndërkombëtar. 7600 vite pritje në radha. E di sa janë 7600 vite pritje në radhë? Janë 25.000 rrotullime rreth tokës. Parafytyroni një radhë shqiptarësh që i shkon tokës 25.000 herë kështu. Këto ka bërë Akshi.